Atëherë që ta them, ideja është ekskluzive e zonjës Radi, nuk është fare e imja, unë jam vetëm mbështetëse e idesë të saj, dhe ja kam premtuar që do ta, siç e thatë dhe ju përpara, që ekspozita do uftojë në gjithë Europën. Nuk do ngeli në Zvicër, pika tjetër takimit është në Zyrik, dhe pastaj janë disa takime në Mni, në Luksemburg dhe në Itali, të paktën deri në janar të vitit 2026 dhe do vazhdojmë. Besoj që do jetë ekspozita më e madhe e jetës së tij, do jetë diku në vitin e ardhshëm, duke qenë në koordinime me zonjën Tefta edhe me Elianin që është kuratori i ekspozitës të tij. Besoj që vitin tjetër do jemi me një ekspozitë shumë të madhe dhe që do ngeli shumë gjatë në dispozicion të publikut edhe të ardashëve që mbase vizitojnë edhe Shqipërinë. Ne jemi një institucion kulturor dhe duhet kemi edhe një ekspozitë për këta njerëz që kanë ndruar jetë, por që na frymëzojnë akoma.